Gjithsej 1113 raste të gripit ose sëmundje të ngjashme me gripin janë regjistruar javën e fundit, respektivisht nga 16 deri në 22 shkurt. Numri rasteve të reja të gripit sipas Institutit për Shëndet Publik është për 3.2% më e ulët se java paraprake. Numri më i madh i rasteve të gripit shënohet te grup moshat 15 deri 64 vjet me 621 persona. 185 janë fëmijë të moshës 5 deri 14 vjeç, 164 të moshës 0 deri 4 vjeç, kurse 143 janë persona mbi 65 vjeç. Shkupi me 669, Strumica me 81, Prilepi 61, Tetova 50 dhe Ohri 37 paraqiten si qytetet me më shumë infektime të reja nga gripi. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, gjatë sezonit 2025-2026, numri rasteve të përgjithshme me grip shkon në 14.984, kurse deri tani janë regjistruar dhe 4 viktima. Deri në javën e kaluar, sipas autoriteteve të shëndetësisë, në vendin tonë vaksinën antigrip e kanë marrë 79.118 persona.